i cili zgjati më shumë se të gjithë 7 vjet, dhe armpushimi i 4, edhe ai u firmos në Sharm el Sheikh dhe pastaj erdhën akordot e Oslos, që u paraqitën, pra ishte një president tjetër amerikan, presidenti Bill Clinton ose më, që paraqit biles ai e bëri edhe më të madhe se Trumpi, nuk shkoi në Izrael, po i thirrri izraelitët dhe palestinezët bashkë në Shpinën e Bardhë, ndërsa tashmë nuk ndodhi një gjë. Pra ai bëri diçka më të madhe se sa bëri Trumpi. Trumpi s'bëri dot asgjë. Pra Trumpi ishte si pjesëmarrja e Trumpit, ishte si pjesëmarrja në një funeral. Po shpjegoj pak më mbrapa këtë. Vim te pesta. Marrëveshja e 5 është viti 2005. Ajo zgjati 2.5 vjet deri në vitin 2007. Marrëveshja e 6 është viti 2008, zgjati 6 muaj. Marrëveshja e 7 është viti 2009, zgjati 3 vjet deri në vitin 2012. Marrëveshja e 8 është viti 2012, zgjati 1.5 vjet deri në vitin 2014. E 9 është në 2014, zgjati 7 vjet, edhe kjo njësoj si ajo e Oslos pra. 7 vjet deri në 2021. Në 2021 kemi marrëveshjen e 10, e cila zgjati 2 vjet deri në 2023. Në 2023 kemi një marrëveshje sërish, marrëveshjen e 11, e cila zgjati vetëm 7 ditë. Pra midis Hamasit dhe Izraelit vetëm 7 ditë zgjati. Jo, dhe pastaj është marrëveshja po e 2025-s, e cila zgjati 2 muaj, kjo e janarit, që zgjati 2 muaj. Pra në total janë 12 marrëveshje të tilla, të cilat janë servisur si marrëveshje paqe. Pra siç e thash, marrëveshja e Oslos është ajo e 93-shit, e cila zgjati 7 vjet më shumë se të gjitha të tjerat. Dhe ajo u servis e njëjta gjë si një epokë e re në lindjen e mesme. Dhe mbi bazën e asaj marrëveshjes së Oslos, pastaj kemi atë të 2014-s, të cilën më mbrapa lindën akordet abrahamike. Edhe ajo zgjati 7 vjet. Pra kemi të njëjtën gjë. Dhe siç e thash, në marrëveshjen e Oslos dhe marrëveshjen e 93-shit, pra kjo marrëveshje e 93-shit, u firmosën Sharm el Sheikh me ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të gjitha këto marrëveshje që përmenda, të 12 marrëveshjet, janë me ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Katarit, Egjiptit. Të gjitha, të 12-ta. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës janë në të 12-ta këto. Marrëveshje kryesore, pra presioni kryesor në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe në 93-shin Bill Clinton ftoi. Në atë kohë ka qenë Yasser Arafati dhe kryeministri izraelit cilin e vrani Yitzhak Rabini, që e vran më pas vetë izraelitët. I kanë parasysh në Shpinën e Bardhë. Po, në Shpinën e Bardhë. Pra ajo ishte shumë e madhe, ajo paraqit si paqja për lindjen e mesme. Dhe zgjati 7 vjet, nuk ishte paqe, po ishte armpushim. 7 vjet. Dhe mbi bazë të asaj në 93-shin u njoh edhe Shteti i Palestinës, pra që tham do njohim edhe Shtetin Palestinës, dhe për herë të parë njohet Shteti i Palestinës u bën në 93-shin. E qartë. Kurse tashmë Trump nuk i thirri në Shpinën e Bardhë, po shkoi vetë dhe firmosi një marrëveshje në Sharm el Sheikh. Në këtë marrëveshje nuk ishin prezent palët kryesore, pra ti merr pjesë, bën një dasëm dhe në dasëm nuk fton as dhëndrin, as nusen. Pra si mund ta quash dasëm kur nuk fton as dhëndrin? Në të tilla raste kur nuk fton njeri, pra kur ti bën një organizim dhe fton njerëz dhe kur kryesori i asaj cilët duhet të jenë, nuk merr pjesë, domethënë çfarë u firmos? Ky është një funeral. Në për funerale nuk është personi që është kryesor, sepse ka vdekur. Në funeral. Dhe këtu ke vetëm të ftuarit, të cilët mblidhen dhe firmosin, fjalosen, diskutojnë dhe mund ta paraqisin si të duan. Ndryshe nga planet e tjera drejton se nuk ka asnjë ndryshim nga planet e tjera. Fakti që është Turqia, nuk ka asnjë ndryshim nga planet e tjera. Ushtria dhe atëherë aty janë firmëtar të kësaj janë Katari, Egjipti, Turqia, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Firmëtar. Të tjerët pastaj morën pjesë gjithë për t'u dukur. Hajde të shkojmë paraqitemi aty të kemi prezencë. Po, ata ishin thjesht për t'u dukur se gjoja marrëveshje e madhe, pra ishte thjesht si puna atyre kalamajve që marrin vesh që po luhet një ndeshje futbolli në lagje, kanë ardhur një 12 që po lozin, ja 2 futbollistë kombëtarë, se hajtë shkojmë edhe neve të bëjmë një foto me ta. Me këta futbollistë kombëtarës. Kjo ishte edhe vajtja e Macronit e Starmerit e këtyre tjerëve, se s'kishin lidhje me këtë punë. Dakor. Pra, ata që firmosën ishin vetëm dy njerëzit që lobuan fort për njohjen e Shtetit Palestinës, ëh. Shikoj, njohja e Shtetit Palestinës, që u bë. Unë kam thënë do ta përsëris. Nuk u bë nga OKB-ja, pra u bë nga këto vende, se nuk u bë nga OKB. Nga OKB-ja bëhet kur kalon me vendim të Këshillit të Sigurimit. Në OKB, më fal. Pra që ndodhi në OKB, më fal, ishte. Dhe kjo që bën, ishte një shërbim që i bën Izraelit, sepse në rast se nuk do ta bënin këtë, dhe gjithçka njohja që i bën Palestinës si shtet, dhe nuk u bën një sepse thash të fnjohet kryesor janë bërë në 93-shin. Po edhe atëherë në mënyrë simbolike nuk janë definuar kufi, nuk ka kufi shteti i Palestinës, nuk ka sovranitet. E njëjta gjë tash, u shtuan ca njohje të tjera. Pra nga 137 që ishin u bën 148.
Pra nuk u bën ndonjë gjë më e madhe se çka qenë më përpara. Për shembull, Shqipëria e ka njoftur Palestinën shumë më përpara se ta njihnin vendet e tjera të Evropës në 88, e ka njoftur në 88. Britania, Kanadaja, ishte një presion që u bë Izraelit për ndaluar genocidin, sepse në rast se do vazhdonte në këtë mënyrë, atëherë humbisnin këta, humbiste edhe Izraeli. Po. Thjesht për shpëtuar veten dhe për shpëtuar Izraelin, nuk është këtu në favor të palestinezëve. Asnjë. Tu është thjesht për shpëtuar ata, për të mbuluar genocidin dhe për ta legjitimuar genocidin. Sepse në rast se bëjmë një marrëveshje me palët dhe asnjëra palë nuk mori pjesë në marrëveshje. Pra edhe izraelitët refuzuan të marrin pjesë në firmosjen e marrëveshjes, edhe palestinezët refuzuan. Sepse të paktën me diskutohet ka qenë Erdogan dhe gjithë liderët e vendeve nuk ka të bëjë çështje Erdoganit. Që po të ishte Netanyahu nuk do merrin pjesë. Nuk ka të bëjë fare ajo. Këto janë media, flasim media. Pralla mediatike që për të mbuluar të vërtetën. E vërteta është që palët nuk morën pjesë sepse Izraeli e ka shprehur totalisht edhe gjitha ditët në vijim, duke thënë që ne nuk do e njohim një shtet palestinez. Kurse Hamasi dhe organizatat e tjera që luftojnë atje kanë thënë që ne nuk i dorëzojmë armët. Pra, dy pikat kryesore që të funksionojë kjo marrëveshje, të dyja palët i kanë refuzuar. Dhe nuk mund vinin firmosin një marrëveshje që nuk e kanë, pra kanë firmosur vetëm. Po ç'firmosin këta drejtare? Nuk kanë firmosur asgjë, kanë firmosur vetëm. E kam bregjia, duhet ta kemi atë dokumentin. Ai dokumenti është vetëm faza e parë, pra nuk është firmosur marrëveshja për 20 pikash e Trumpit. Është firmosur vetëm një fazë e parë e marrëvesh mbi propozimin e Trumpit për 20 pikash. Pra nuk është firmosur propozimi i Trumpit as nga izraelitët, as nga palestinezët. Është firmosur një marrëveshje bazuar mbi 20 pikat, po vetëm mbi fazën e parë, pra vetëm faza e parë. Dakor, pra në këtë jemi. Dhe palët në këtë aspekt janë treguar të sinqerta, si izraelitët edhe palestinezët, duke thënë që ne nuk kalojmë në këto. Pra, izraelitët thonë, hajde ta analizojmë, a është e drejtë, s'është e drejtë. Thonë, ne se njohim shtetin e Palestinës dhe nuk do njohim asnjëherë, këta thonë ne nuk i dorëzojmë armët dhe s'kemi vërtet dorëzuar as kujt armët përveç një shteti palestinez. Pra këtu palët dhe për këtë arsye palët nuk morën pjesë dhe nuk u ftuan. Të premten ishim bashkë këtu dhe diskutuam këtë drejtan, po u duk sikur le të themi fluturimi i Trumpit drejt Jeruzalemit, pastaj Egjiptit, sikur i dha një dimension të një paqe afatgjat, gjë sikur palët janë mund. Ja ku është dokumenti i firmosur. Nuk është paqe afatgjat. Nuk është paqe afatgjat, është një armpushim. Armpushimi mund të jetë afatgjat, si kanë qenë armpushimet e tjera, pra që kanë zgjatur edhe 7 vjet. Mund të jetë një armpushim i gjatë, i cili mund të zgjasë edhe me 10 vite. Pra armpushimet mund të zgjasin. Siç kemi armpushimi i dy Koreve, Koreve e Jugut dhe Koreve e Veriut, janë armpushim, nuk janë paqe. Armpushimi i tyre zgjat 50 vjet. Pra janë në armpushim. Dhe këtu është i gjithë problemi. Pra ky armpushim mund të zgjasë pafundësisht, po edhe mund të ndërpritet pas 2 ditësh të nesmen, pas nesër, pra nuk është paqe. Nuk kemi asnjë marrëveshje paqe. Ata që kanë firmosur, pra 4 pjesë që kanë firmosur, të gjithë janë aty për interesin e tyre dhe nuk janë as për interesin e palestinezëve, jo. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aty për interesin e tyre, për arsye se ju duhet të ruajnë etnitetin e Izraelit në këto territore. Dhe vetëm mënyrë që ata mund ta mbanin Izraelin pa shkuar Izraeli në izolim total ishte kjo ndërhyrje. Kjo që bën. Absolutisht. E dyta, Katari është në këtë ndërhyrje për arsye se Katarit i duhet që patjetër të jetë pjesë siç ka qenë dhe të marrin sërish në dorë çështjen palestineze, pra ta kontrollojnë ata siç e kanë kontrolluar në të 12 këto rastet që të thash, ka qenë Katari dhe kanë probleme me Hamasin, sepse lufta, vazhdimi i rezistencës të armatosur në këtë mënyrë ishte duke ngritur edhe opinionin publik në të gjitha vendet e Gjirit dhe në 4 këto vende dhe po krijonte probleme politike të brendshme për këto diktatura, sepse të 4-ta janë diktatura. Po krijonte probleme politike. Dhe rasti më i pasur është rasti i Erdoganit, i cili kishte vjet zgjedhjet lokale dhe për shkak të Gazës humbi zgjedhjet lokale. Kjo mund të krijonte pasojë. Absolutisht, ka zgjedhjet e arë, ka zgjedhjet e përgjithshme vitin që vjen. Pra në rast se kjo do të vazhdonte, automatikisht mos qëndrimi i tij, pra mos marrja e tij një qëndrimi të fortë ndaj Izraelit në çështjet e Gazës do ta penalizonte. Pra erdhi e para hyri për këtë Turqia dhe e dyta hyri edhe për çështjen e asaj krenarisë otomane që kanë. Pra neo-otomanizmi, i cili po shfaq Erdogani dhe ka shfaqur qeveria e Erdoganit që kur Erdogani ka ardhur në pushtet, aktualisht do ta shikoni shumë shpejt në momentin që ushtari i parë turk do të hyjë në Palestinë. Po, këtu jemi dhe mbajini mend, ju dhe të gjitha ata që na shohin, të gjitha gazetat turke do të shkruajnë me gërma të mëdha që pas 105 viteve Turqia u rikthye sërish në Palestinë,
sepse para 105 viteve ka qenë Peranderia Osmane. Pra, e bën për çështje krenarie për të rikthyer që neve u kthyem sërish, dhe këtë do ta përdori për fushat politike në Turqi. Pra nuk ka hallin e palestinezëve, ka hallin e vet dhe po e përdor për interesin e vet. Egjipti po ashtu kërkon të rikthehet sërish sepse Egjipti ka qenë deri në 67-ën, e ka pasur Egjipti dhe Egjipti e kishte gjitha territoret palestineze nën kontroll deri në 67-ën, kur i humbin luftën e 67-s, dhe nuk i dha Egjipti atëherë, nuk e njofti shtetin e Palestinës, sepse interesonte ta mbante vetëm për vete. Dhe sërish kërkon të kthehet ushtarakisht edhe Egjipti, pra me forca ushtarake sërish në Gaza, siç ka qenë dhe ka pasur Gazën pjesë të tij. Para 100 vjetëve. Që deri në 67-ën. Kuptoj. E njëjta gjë edhe Egjipti. Dhe kemi edhe Pakistanin i cili nuk ishte pjesëmarrës në firmosje, po është një nga ata i cili do të çojë trupa. Edhe Pakistani në 67-ën ka pasur trupa të vendosura në Jordani dhe në gjithë atë fushën Jordan që quhet Jordan Valley. Po. Pra kanë qenë trupat pakistaneze të vendosur atje. Dhe në 67-ën kur Izraeli bëri sulmin dhe i mori gjitha ato territore, u larguan. Pra sërish kërkojnë të kthehen dhe të kthehen atë lavdinë e tyre të vjetër që ne u rikthyem sërish në Palestinë. Edhe një zhvillim që kthen historinë mbrapsht për Izraelin. Jo, nuk e kthen historinë mbrapsht për Izraelin, shkon në krah të Palestinës. Kjo nuk e kthen historinë mbrapsht për Izraelin dhe nuk shkon në krah të Palestinës. Për arsye se tashmë kthimi i këtyre do të bëhet dhe kthimi i këtyre çfarë bëhet? Problemi është që Izraeli ka të gjitha kufit. Pra kjo është Gaza. Kjo është Gaza. Po. Ja, do ta kemi hartën regjia, te hartat e mëparshme që duhet të jetë aty ajo që merr 58% Izraeli, bezoj duhet të jetë. Një hartë të Gazës, nuk ka rëndësi, thjesht një hartë, në rast se mund të na ndihmoni me hartë. Welcome to the land of peace, thot Jakubi. Shikoni. Ky është Egjipti këto. I gjithë ky territori. Ky është kufi. Dhe ky kufiri menaxhohet dhe kontrollohet nga forcat izraelite. Po. Dhe në këtë marrëveshje për 20 pikash, pra në këtë ofrim për 20 pikash, nuk shkruhet në asnjë vend që Izraeli do të dorëzojë kufirin. Pra kufiri sërish do të mbetet në kontrollin e Izraelit. Do me thënë me Egjiptin, ëh? Po, do me thënë, trupat egjiptiane, trupat pakistaneze dhe trupat turke që do të hynë me leje të Izraelit, autoriteteve izraelite në territorin e Gazës. Dhe në këtë moment ti nuk them ti ke legjitimitet, pra ti ke njohje dhe ku të intereson. Pse intereson? Dakor, Turqia njeh Izraelin se ka marrëdhënie si shtet. Egjipti nuk e njeh Izraelin si shtet. Pra e ka njoftur që duhet të ekzistojë si shtet, po marrëdhënie të tij nuk. Pakistani jo nuk e njeh. Dhe në momentin që qeveria pakistaneze është detyruar t'i japi listën e oficerëve dhe ushtarëve që do vinë, do të njohë Izraelin. Do t'i kërkojnë është një njohje faktike. Pra në këtë moment Izraeli është duke futur në lojë dhe duke lozur. Ky është kurth i papar që këta bëjnë. Pra do të gjitha këto forca dhe të gjitha këto forca në të brendësitë të territori do të mbeten nën varësinë e forcave izraelite. Pse? Sepse çdo lloj ndihme ushtarake që do ju duhet, çdo lloj nevojë ushtarake që kanë, edhe për ushqime do të kalojnë nëpërmjet kufirit të kontrolluar nga ushtria izraelite. Pra ushtria izraelite do t'i mbajë këta të shtrënguar dhe do t'i përdori në këtë territor për të identifikuar vendqëndrimet, tunelet dhe vendodhjen e armatimit të Hamasit dhe të komandave të Hamasit. Pra do t'i përdori këto forca për këtë arsye, në mënyrë që këto t'i kalojnë të dhënat ushtrisë izraelite dhe pastaj ushtria izraelite të godasë sërish Hamasin, po vetëm Hamasin në këto territore, dhe këta që janë sot garantuesit. Mos harrojmë që kemi të njëjtën marrëveshje edhe me Hezbollahun në Liban. Pra kemi një marrëveshje anëpushimi ku garantues që mos thyer kanë anëpushimi ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Franca. Dhe e kanë thyer deri më sot Izraeli këtë anëpushim 4600 herë. Dhe sa herë ka thyer, sa herë është ankuar Libani, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë thyer përgjigje që Izraeli po godet një organizatë terroriste që është Hezbollahu. Pra po godasin pika dhe të njëjtën gjë do ndodhej në Gaza. Pra Izraeli do godasi tashmë, nuk do godasi, nuk do bëj këtë genocid të madh, po do godasi objekte që janë identifikuar si objekte të Hamasit, si vendet grumbullimit të luftarëve të Hamasit, dhe nesër Amerika që është sot garantuese do thotë që po godet një organizatë terroriste, sepse Hamasi është organizatë terroriste. Dhe kanë gjë, Hamasi është organizatë terroriste e njohur vetëm nga Izraeli, Amerika dhe Evropa, ndërsa Kombet e Bashkuara nuk e kanë njohur Hamasin si organizatë terroriste. Nuk ka asnjë rezolutë të Kombeve të Bashkuara në të cilën të përmend të thuhet që Hamasi është organizatë terroriste. Zero. Kjo po. Ndërkohë, Dritan, kjo furtuna e Al-Aqsas që nisi, çfarë arriti? Arriti shumë. E para arriti ndërkombëtarizimin e çështjes së Palestinës, sepse deri kishte kohë që prej 93-shit çështja e Palestinës nuk ishte ndërkombëtarizuar, por kishte humbur pra. Prej akordeve të Oslos nuk flitej më për çështjen e Palestinës, pavarësisht se ata kishin bërë disa intifada, 2-3 intifada të ndryshme siç thash pra. Nga 93-shi deri në 2023-shin
kemi 5 armëpushime, pra ka pasur përplasje 5 armëpushime ndryshme, 6 armëpushime ndryshme dhe kjo por sërish nuk e kishte ndërkombëtarizuar çështjen e Palestinës dhe sërish çështjen e shtetit Palestinës në këtë drejtë. Po. Dhe kjo solli një ndërkombëtarizim të pamas, solli një reagim ndaj dhe një izolim të Izraelit dhe ka mbritur në një pikë që nuk e them unë, po dje ish kryeministri Ehud Olmert thotë që atë çfarë qeveria e Netanyahu i ka bërë Izraelit nuk i ka ndodhur që nga formimi i shtetit. Pra tashmë edhe vende miket tona thotë kanë nisur dhe diskutojnë legitimitetin e shtetit Izraelit, gjë që nuk është diskutuar ndonjëherë. Në këtë pikë ka shkuar. Po, në këtë pikë ka shkuar. Pra e thon vet. Pra solli diskutimin te përkrasit më të mëdhenj të Izraelit të diskutohet, pra humbur përkraja dhe diskutohet legitimiteti i këtij shteti. Pra kjo është këto janë dy fitoret më të mëdha që ka arritur. Të tjerat pastaj ka shumë, po këto janë kryesorët. Po, brenda për brenda, domthonë vin informacione që ka, le të themi, luftime të brendshme brenda Gazës midis Hamasit edhe Po, ka pasur luftime të brendshme midis Hamasit dhe të gjitha grupeve kolaboracioniste që janë financuar dhe armatosur nga Izraeli gjatë këtyre 2 viteve. Dhe kemi një deklaratë të ushtrisë izraelite në radion izraelite para 4 ditësh, 5 ditësh që thotë që të gjitha grupet e armatosura që i kanë shërbyer ushtrisë izraelite në Gaza, që janë palestinezë, nuk do të merren në mbrojtje nga ushtria izraelite dhe nuk do të jepet atyre as kalim i lirë në territorin izraelit dhe as diku tjetër. Pra i kanë lënë në mëshirë të fatit bashkëpunëtorët e fashizmit. Pra kur fashizmi iku, Izraeli po thua, Izraeli i abandonoi dhe kjo është një fitore politike për Hamasin dhe për gjithë luftarët e tjerë që luftojnë në për gjithë organizatat. Pse? Sepse kjo tregon që të gjithë bashkëpunëtorët e Izraelit, Izraeli nuk ju ndihmon më dhe kjo do të uli numrin e bashkëpunëtorëve në radhë të izraelitëve, në radhë të palestinezëve bashkëpunëtorëve të Izraelit, sepse po e shohin atë që po ndodh. Dhe vetëm par dje Izraeli ka, Hamasi ka ekzekutuar një 7 pjesëtar të këtyre grupeve publikisht. Pra, unë kam videon, po video shumë e rëndë, jo mund ta japim. Pra, Hamasi, pra dritan ka ekzekutuar publikisht 7, pra vazhdon të mbetet Hamas në territor. Vazhdon ta marrë dhe mbrëm në darkë ka pasur luftimet e fundit në një lagje të Gazës, në një lagje të qytetit Gazës, e cila kontrollohej nga ky grup. Dhe mbrëm në darkë ka arritur të eliminojë një pjesë grupit dhe pjesa tjetër janë dorëzuar, duke dorëzuar edhe armët e të gjitha. Pra Hamasi ka bërë një thirrje që kush i dorëzon armët ka lënë një afat, një pjesë janë dorëzuar, një pjesë janë dorëzuar. Pra është duke ndodhur një luftim midis grupeve të rezistencës dhe këtyre grupeve që i shërbyen Izraelit. Pra grupet që kemi diskutuar kanë qenë disa grupe të armatosura. Brenda që financoheshin nga Izraeli, nga Katari, mbaheshin me armë nga Izraeli, jepeshin me mjete motorike nga Katari. Pra dritan do të vazhdoj dhe Hamasi të qeverisë Gazën sot në mëngjes radio ushtrisë izraelite ka njoftuar që Hamasi e ka marrë pothuajse 82% të territorit të Gazës që është lëshuar nga ushtria izraelite, e ka marrë nën kontroll sërish dhe e po ushtron gjithë fuqinë e vet administrative dhe policore dhe ushtarake në këtë territor. Ndërkohë do vazhdoj të jetë, le të themi se kjo është ajo që po diskutohet, që Hamas do ndryshojë emrin, do kthehet në forcat e sigurisë palestineze apo Shiko, unë nuk e di a do ta bëj Hamasi këtë gjë apo jo. Kjo është diçka verë, nuk ka rëndësi emri, rëndësi ka që e rëndësishme është që Hamasi pra do gjejë një mënyrë ose një tjetër për mos i dorëzuar armët, për të mbajtur këtë efektivitet që ka dhe këtë organizim që ka ushtarak. Pastaj se çemri vë, kjo nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Ajo që do ndodhi është që për qeverisjen e më tutjeshme të Gazës, Hamasi ka propozuar një listë prej 40 vetash, palestinezë të ndryshëm, të cilët të qeverisin Gazën, të cilët nuk janë antarë të Hamasit, pra nuk kanë qenë antarë të Hamasit, po janë intelektualë të ndryshëm të kështu. Dhe një pjesë e tyre, disa emra i përkasin dhe janë listë edhe nga këta që janë liruar tashmë, që u liruan së fundit. Ndërkohë ç'po ndodh me Marwan Barghutin? Akoma nuk është liruar, pra janë në këto tratativa. Shiko, faza e parë është akoma në implementim. Pra, izraelitët kanë lëshuar dje, pothuajse 1700 të burgosur. Palestinezë dedikuar rreth 150 të burgosur me dënim përjetshëm. Janë edhe 100 veta të tjerë. Bëhet fjalë në këtë 100 tjetër janë dedikuar rreth 30 veta në listë të cilët janë në diskutime sipër. Pra, izraelitët pra janë vazhdojnë këto diskutimet. Pra nuk kemi implementimin total të fazës parë. Sepse janë 250 me burgimet përjetshme që janë, dhe nga këta 250 me burgimet përjetshme, ajo është interesante është se vetëm 60 prej tyre i përkasin Hamasit.
Gjithë pjesa tjetër i përkasin autoritetit palestinez, Fatahut, pra organizatat e tjera dhe nuk i përkasin Hamasit. Po, ashtu si edhe Marwan Barghouti nuk i përket Hamasit. OÇP-s. I përket po Fatahut. I Fatahut,